jem kthy, jem marrë në Kosovë, me mbrojt pragun e shtëpisë, me mbrojt familjen time, me mbrojt popullin tim. Unë jem rrit në familje të madhe, me mizellar, fatin e kum pas asisoj, mu prindi baba më ka dek shumë i ri, më ka lënë moshën 7 vjeçare. Unë jam i vetmi fëmijë prej babës dhe nënës, po jem rrit me xhallar, kështu që traditën e vjetër nuk e kom harru, është fakt që kem pas vujtje o duft me rujt baktin. Unë edhe profa dhe nja 4 tjerë jem të fshatit, jena shku prej qiti fshatit të mpej Kranadin në Cermjen, në shkollë fillore, 3 vjetë. Kom. As ka pas autobus, as ka pas rrugë, as ka pas o duft me kalu ujnë, o duft me shku në borën shi, po falë Zotit shnetën e kem pas, se përpara konë edhe shtje dhe me shku në shkollë. Se aqët e mi, thëshin duhet me najtë me majtë shpinë, me punu, me livru, me botja, edhe ai si shkon shkollë hup. Kështu që na jena shku, jena gjeneratat do më thonë, duket e dyta prof jem që jena shku me vazhdu, se pak jenë shku njerëzit ata në shkollë. Sidomos gjinia femnore kurse si. Jem fshat i madh. Une e kom kry shkollën, po ka desh Zoti pa pengesa. Se dikush është shku në ashtë i denjë klasë 6-7 edhe duf me unal, ose kushtet, ose nuk e kanë leju puna e punës, kështu që unë e pata fatin. Jem shku në shkollë, kom qenë 4 vite gjysë në Sarajevo, kom studiu, jem kthy, kom punu në policitë Kosovës. Mas 90-ës jem ikë, kom najt legal në Kroaci nja 4 vjetë. Mas në jem shku në Zvicër, kom najt nja 5 vjetë. Prej Zvicër jem kthy në luftë. Pe lufte jem kthy prap në shërbim temin nish policinë Kosovës. Kështu që kom pas fatin, kom kalu mirë me populli është i joni dhe unë jem pensioner tash. Edhe pse kishte migruar jashtë vendit në momentin kur Kosova kishte më së shumti nevojë për bijet e saj, Mujmeka nuk hezitoi të kthehej. Unë tu e pa situatën, fatin e pa të asysoj, mu më zuni lufta në Kroaci. Një kohë kum najt aty, mas nej jem dalë në Zvicër, kur jem shku në Zvicër, më kanë po një garancion, falë një pasaport e kroate, kum punu një 5 vite në Zvicër. Po në Zvicër e marrë dhe me aktivitet të partive politika, atër e kom veç LDK-ja edhe Levizja. Po unë jem drejtu me LDK-n, kum qenë një koantar i LDK-s edhe kryetar një aktivit LDK-s në kanton Cirit. Kështu që kur kanë fillu ato fluskat e parë, celullet e parë për më bon Kosovë, ku më vendosë, jem kthy, jem marrë në Kosovë, me mbrojt pragun e shtëpisë, me mbrojt familjen tim, me mbrojt popullin tim. Faleminderit prej njerëzve të mirë, faleminderit prej fshatit, prej bashkëqytetarëve të mi, me iniciativën e aty nëse nuk e marrë as mu bë komandant, po e marrë veç si një luftetar, si një person me thonë një kontribut për luftën në Kosovë, fshati im kanë zgjedh komandant të shtabit, kështu që jam me njes, kem kalu mirë, ka dirë Zoti, jem prap mirë, me gjithë, nuk kem kur farë përvavije.